Ende nuk kanë mbushur 5 vite nga ardhja e tij në Zvicër dhe tashmë është pronar i një fure buke dhe ëmbëltoreje në Regensdorf, rrethina e Zyriut. Fjala është për Liridon Bytyqin, 34 vjeç nga komuna e Suarekës, dhe ky është rrëfimi i tij i suksesit në Zvicër. Në moshë të vogël kemi emigruar në Suedi, në qytetin e Stockholmit. Atje kanë vazhduar shkollimin për furrë dhe ëmbëltore, duke qenë se kemi edhe traditë familjare. Unë jam gjenerata e tretë në këtë veprimtari. Në Zvicër erdha në vitin 2020, e hulumtova tregun dhe pash që kishte mungesë në këtë fushë. I pyetur për vështirësitë e qëndrimit dhe integrimit në Zvicër, ai thotë: "Të them të drejtën, vështirësi nuk kam pasur përveç gjuhës gjermane, njohja së cilës ka rëndësi të madhe sepse kemi shumë klientë zviceran dhe punë administrative ku gjuha gjermane është e domosdoshme", shton ai. Vështirësi të tjera nuk kam pasur sepse familja më ka përkrahur shumë edhe pse për gjithë ne ishte fillimi ju në Zvicër. Megjithatë, mendimin e babait dhe vëllait, hasa vështirësitë që u tejkaluan, pastaj edhe prania e madhe e komunitetit shqiptar këtu në Regensdorf ka qenë ndihmëse e madhe për ne, thot utje Liridoni. Por çfarë është ajo që dallon furrën dhe ëmbëltoren e tij nga të tjerat? Ne si Regi Bek dallojmë nga të tjerët për nga llojshmëria e produkteve tona. Kemi asortimente të gjerë të produkteve, kemi kuzhinën tonë tradicionale dhe kuzhinën italiane, ndërsa pjesa e furrës dhe ëmbëltores është me koncept zviceran. Ndërsa pyetjes se çfarë kërkohet më së shumti në lokalin e tij, Bytyqi i përgjigjet: "Produktet më të kërkuara në pjesën e furrës të ëmbëltores janë kroasantet natyral dhe ato të mbushura me shije të ndryshme si dhe kafja, kurse në pjesën e kuzhinës më i kërkuari është byreku ynë, i cili punohet me gjalpë dhe pavaj, si dhe picat dhe hamburgerët. Natyrisht ju kemi përshtatur edhe vendin ku jetojmë, pra kemi edhe receta tradicionale edhe zvicerane, sepse kemi mysafir të ndryshëm." I pyetur si ka qenë pritja nga vendësit në ambientin e ri, Liridoni thotë: "Të them të drejtën, nuk e kam pritur këtë mirësjellje nga komuniteti zviceran dhe ai shqiptar, më kam pritur tej masë mirë, pasi lokali ku jemi ne sot ekziston si furrë buke që nga viti 1908 dhe për mua ishte sfidë e madhe që të mos i humbas mysafirët zviceran, njëkohësisht ta ruaj edhe traditën e qytetit të Regensdorfit, sidoqoftë në fundja arrita ta bëj një miks zvicerian shqiptar. Padyshim që ëndër e jona është të zgjerohemi dhe të bëhemi trend në kantonin e Zyriut, por deri tash nuk kemi ndërmarrë diçka serioze në atë drejtim", përfundon Liridon Bytyqi, i pyetur për planet eventuale të zgjerimit të biznesit të tij.